pa ndryshim, pa rritje, siç ka qenë vitin e kaluar. I propozon Bordit Zërres me shqyrtu aprovimin e tarifave për furnizuesin në shërbim universal për vitin relevant tarifor 2026 me strukturë dhe nivel të pandryshuar, pra të ketë zero rritje tarifave, pra të mbeten tarifat e pandryshuar për konsumatorët e rregulluar tarifor. Ndërsa është mirë të ritheksohet edhe një herë që është e padrejtë nga ana keskës që dërgohet tarifa flat, me qenë se i mohohet një mundësi e konsumatorëve që në kohën e jashtë pikut të shfrytëzojnë energji shumë të lirë dhe nuk reflektojnë drejt kostën e furnizimit me energji elektrike. Prandaj konsideroj që me të drejtë departamenti i tarifave nuk e marrë para bazë ose parasysh kërkesën e keskës që të kemi tarifë të njëtrajshme ose mos të kemi tarif ditë natë dhe bloqet, me qenë se realisht tarifa me bloqet dhe tarifa ditë natë mundohet që të përcjellë edhe kostën e furnizimit në mënyrë që konsumatorët të paguajnë më drejt kostën e furnizimit me energji. Po gjithashtu edhe ky proces që tekstuar nga departamenti do duhet të ishte një proces që shkon përmes një diskutimi publik ku janë të përfshira gjitha palët në mënyrë që të kemi një ndryshim kaq të madh, kalohet nga një tarif me bloqe në një tarif pa bloqe që ky proces nuk e ka kaluar këtë fazë, prandaj konsiderojmë që struktura që ka qenë e aprovuar në vitin kaluar të mbetet fuqi edhe për këtë periudhë tarifore pa ndryshim, pa rritje, siç ka qenë vitin e kaluar. Atëherë po e hedhim votim, kush është për? Konstatoj që me 5 vota për aprovuan tarifat me pakisë për vitin relevant tarifor 2026 sipas strukturës aktuale pa ndryshime dhe pa rritje.